Pe momentet që dalin prej varreve njerëzit në ditën e Kiametit, besimtarët dalin me fytyra të ndriçuara, të bardha, dhe krejt gjymtyrë të trupit u bëjnë nuri dhe dritë, min atharil wudu, prej gjurmëve të abdestit, që ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që janë të shumta. Pra në ditën e Kiametit, prej momentet që dalin prej varreve njerëzit, për jo besimtar, ata nifen sepse çka thonë seleft, fytyrat e kanë të zeza, ndërsa syt i kanë të kaltërt. Të madhe, pe frikës të madhe, pe të mirë të madhe, syt i bëhen madhe. La ilaha illallah, me nxjerr të kaltërt syt. Pe të mirë të madhe, pe frikës të madhe, pe tutës të madhe që përjetojnë apo që shijojnë apo që ndjejnë në ditën e Kiametit. Dhe i kapin për balluke, balluke që pjesa këto flakë. Për flaksh, ama pjesën për parme, dhe për kam. E qysh i ka për flakë për kam? Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu thot, kapet për flakë ton, dhe i kthehet për mas, kryt sillet tek kam poshtë. Abdullah ibn Abbas thot, e ke pa në thupër kërë kap rrop, e mbledh çto të fut në zjarm, çash të thehet cop e bëni është not. Edhe tërhiqë zhag e çojnë në xhenem. La ilaha illallah. Qatada disa lamatir të selefëve kanë thënë, mirret për kry dhe lidhet me zinxhir, jo mi bashku kryt me kam të këndej, por kryt me kam nga shpina. Mënyrë që me shiju vujtjen më shumaj. Dhe është zhagazi tërhiqet në xhenem. E milaqet e xhenemit, e zëban jenë gjigandët më dha. E Allah i madhruar u ka hjekur rahmetin për zemrave të tyne. Madje ka për ulemave të selefëve, të cilët kanë thënë, sa ato milaqe, pej që ka kriju Allahu në atë formë, pa shpirt, pa rahmet, vrashta. Çdo ditë vije dita me i dënu zullumçart, veç ajo shtohet ma shumë vrashdësia e tyne. Veç a bënë ma tegra ma të vrashta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وذكرا واسعا حلالا
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Falënderojmë Allahun e madhruar te bareke ve teala, ty shi përket e lartë madhërisë së tij. Gjithherë dhe çdo herë pranojmë dhe dëshmojmë dhe ndjejmë në thellësi të zemrave tona se jemi të mangët ta lavdrojmë, ta madhrojmë Allahun e madhruar, ty shi lartë madhëria e tij meriton te bareke ve teala. Salavat dhe selam e dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, e shokëve të tij, e familjes së tij dhe të gjithë atyre burrave dhe grave të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën atij burri të madh derisa tek kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj jemi edhe me te në surat Ar-Rahman, ku i madhi Allah Azza wa Jall pasi që cekimi lart se njerëzit dhe gjinnet do të i të bëjnë ditën e kiametit për të dhënë llogari, dhe se ata atë ditë nuk kanë nga t'ja marrë, edhe nëse përpiqen të ikin nuk do t'ja arrijnë. Nuk kanë mundësi të dalin jashta kufive të tokës e të qiellit. Tani Allah i madhruar në ajetet të cilat e kemi para vetes. Allahu tregon për ndryshimet të mëdha të cilat ndodhin atë ditë të madhe, për çarjen e qiellit dhe ndryshimin e tij të rësisht. Për të mirën e madhe i cili ka plan jo besimtarët, për vuajtjet e mëdha që ata i përjetojnë, për shenjat apo simptomet e tyre me të cilat i njihen ata, se të shihen me njëherë vërehen se janë jo besimtarë. Përderisa në këtë dynja mund edhe të përzihen, mos të dallohen se cili është besimtar, cili është munafik, cili është jo besimtar i hapur, në botë tjetër gjërat ndryshojnë. Kështu që Allah i madhuar në këto ajete na tregon për ndryshimin të cilën e pëson bota tjetër, deri tek vuajtjet të cilat e përjetojnë njerëzit pasi të futen në xhehenam, vuajtje pas vuajtje, nga një lloj vuajtje në llojin tjetër të vuajtjes, se cila vuajtje më të mërshme, më e rëndë se sa tjetra. Allahu na ruaj prej xhehenamit dhe veprave të xhehenamlive, ja Rabbel Alamin. Tani shkojmë tek ajetet të cilat e kemi para vetes, duke filluar me ajetin 37 deri tek ajetin 45 të kësaj sureje të bekuar. Të shohim në detaj se çfarë na thot Allahu Azza wa Jall. E ajetet kanë zbritur në Mekë, por vlen për çdo kohë. Ato janë drejtuar një pjesë e madhe e tyre vetëm me kazve sa për fillim, por me pas edhe krejt njerëzve deri në kiamet, të cilët të ndjekin rrugën e tyre. Nëse xhehenami nuk është krijuar vetëm për mëkatet. Xhehenami është krijuar për ata që kanë qenë para, paganëve, keqbërësve, kriminalëve, mëkas, për ta
po dhe për ata që vinë pas tyre deri sot. E sa njeriu është gatuar, është përgatitur për atë xhehenem, veç i madhi Allah e di. E ata krejt, ata që janë përgatitur për atë xhehenem, që janë gatuar për atë xhehenem, punojnë drejt në xhehenemit. La ilaha illallah. E xhehenemi i pret. Allahu na ruajt për i tyre e veprave të tyre e për xhehenemit, ja Rabbel Alamin. Thëtë Allahu, ma sa'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, fa idha anshaqqat as-sama'u fa kanat wardatan kad-dihan. Dhe kur të qahet qielli, فكانت وردة كالدهان edhe bëhet si lule e kuqe, bëhet i qielli i kuq, si drandofili i kuq. Ky është një kuptim i këtij ajeti kuranor. Pjesa e parë, فإذا انشقت السماء, dhe atë ditë kur do të qahet i qielli, kjo është në konsensus, nuk ka kuptim tjetër. Tek të gjithë komentatorët, vije koha në ditën e kiametit qahet, o edhe as-sama'u unshaqqat, dhe kur të qahet i dielli, shumë ajete ka cekë i madh i Zot. Pej të mirë të madhë të asaj dite, pej vështërsive të mëdha të asaj dite, edhe qielli qahet. Dhe i vetëm që qahet, por këtu Allahu po thot se qielli qahet dhe bëhet si drandofili i kuq. Si drandofili, wardatan është lule, e dihan ka disa kuptime. E dihani thënë edhe ngjyrës që ngjyrosen shtëpit. E dihani thënë edhe ndyrave. Qofshin për gatim, kuzhinë, qofshin për çka do qoftin ndyra. Edhe ndyrave të makinave, dihan. Çdo ndyrë quhet dihan. E dihan i thojnë edhe metaleve të shkrijera, të cilat bëhen një kallup, shkrihen në to, pastaj marrin formën e caktuar. Allahu alem me muradin e tij, se çfarë Zoti do të thotë, por ata që kanë thënë ulemat, komentatorët e Kuranit, për shembull Katada, Allahu pas mëshiruar, thotë, qielli në këtë dynja është i kaltërt, ama në botën tjetër bëhet i skuqur. E disa ulemat të selefëve kanë thënë se qielli nga sikleti i madh i asaj dite, nga temperatura e lartë e xhehenemit, jo vetëm që qahet, por edhe skuqet dhe shkrihet, sikurse i ndyrat të cilat shkrihen, sikurse metalet të cilat shkrihen. E disa kanë thënë sikurse ngjyrën kur e hedh ajo shëndërrit, dalin disa lloj ngjyrëra, e kaltërt, e kuqe, e gjelbërt, disa lloj ngjyra, të cilat reflektohen dhe ashtu shifen. E rëndësishme për ne është të besojmë atë që ka thënë i madh Zot. E qëllimin sado që e shpjegojmë, apo e kuptojmë, nuk mund të imagjinojmë, sepse ende se kemi pa dhe shqisat tona nuk mund të imagjinojmë qysh do të qahet qielli, qysh do të bine, shkatërrohen yjet e tjera. Janë ndodhit të cilat do të ndodhin ditën e kiametit. E atje çdo gjë ndryshon.
sepse ligjet e dynjas nuk vlejnë për ahiret. Atë janë ligjet të veçanta. Andaj, ne besojmë të çka na thotë i madhi Allah te bareke wa taala. Pra ditë kur do të qahet qielli dhe do të jetë i skuqur apo do të bëhet i kuq si drandofili, apo do të shkrihet sikurse metalet të cilat shkrihen. Fe bi eje ala i rabbikuma tukadhiban, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e përgënje shtrani, o ju njerëz dhe ju gjin. Po e përgënje shtrani faktin që Allahu po ju informon se çfarë të merri do të ketë ditën e gjykimit. Po kjo është dhunti, është këshill që ju të përfitoni, të përmirësoheni, të pendoheni, të ktheheni në rrugë të Zotit, e të bëni mirë, në mënyrë që atje ta kaloni mirë, sepse atje janë ligje tjera. Andaj ai i cili të mëson të këshillon për diçka që vije, dhe kjo këshill po ta mërshë të ndihmon më urujt e më mbrojt pe të merë të vështërsive të asaj dite, rani është me falenderu. Andaj, ju për i mohoni, pse për i mohoni të mirat të Zotit? Dhe kemi thonë se kjo ajet përsëritet mas çdo dhuntie, begatije, të cilën e cek Allahu i madhruar në këtë suratul Rahman. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. Vazhdoni madhi Allah dhe ne përshkruan edhe mëtej gjendjen e asaj dite të kiametit. Tani u drejtohet njerëzve dhe gjinëve. Atë ditë nuk pyetet për mëkatin e tij, as njeriu e as gjinni. S'pyetet. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. Atë ditë nuk pyetet fare. S'pyetet njeriu për mëkatin të cilën e ka bërë. Po ashtu nuk pyetet edhe gjinni për mëkatin që e ka bërë. E që i bie kjo? Kështu po thot ajeti. Dhe ky ajet ka dhe ajete tjera të ngjajshme me të, siç thotë Imam Kurtubi, Ibn Kathir dhe shumë të tjerë, si fjala e bie, "Wa la yas'alu an dhunubihimul mujrimun." Suratul Qasas. Dhe kriminalet, keqbërësit, nuk do të pyeten për gjunahet e tyre. Ibn Atije, Allah e pas mëshiruar, thot, para kur të bijut shumë, ditën e kiametit, për faktin që ditë e kiametit është e gjatë 50.000 vite. Njerëzit kalojnë në për faza të ndryshme. Në disa faza nuk pyeten fare, dhe kjo është ndërto. Në disa faza pyeten në detaje. Pra njeriu kalon pranë disa fazave. Në ditën e kiametit, këtë fjala është për kriminalet në veçanti, sepse për besimtarët e përshkruan Allahu më pas, në ajete të tjera që vinë. Në disa faza nuk pyetet fare. Hiç pyetet njeriu. Në disa faza pyetet në detaje. Siç ka thënë Allahu, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Pasha Zotit tënd, ata të gjithë do t'i marrim në përgjithësi, do t'i pyesim njën nga një për krejt ata që punuan. Pra ka jete që flasin dhe që janë të shumta,
se njeriu merret në pyetje për çdo gjë, por pas ka jetën që tregojnë se njeriu ju nuk merret pyetje, pa as gojën se në qelaj. Çka thon Allah në suratul Mursalat, hadha yawmu la yantiqun wa la yu'dhanu lahum fayatadhirun. Kjo është ditë që ata nuk flasin, madje as nuk u jepet atyre leje, apo nuk u lejohet atyre që të arsëtohen. Hiç. Pra ajetet të cilat tregojnë se nuk pyetet hiç. Ajetet të cilat tregojnë se pyetet për çdo gjë. E mes këtyre dhe atyre është lehtë me bë bashk, ani pse janë dhënë disa mendime të ulemave. Nuk pyeten fare një kohë të caktuar të gjatë sa të dënë Zoti. S'ka kush me ba. Të merri madhë sa të dush, sikleti madhë sa të dush, pa kush guxon me fol. Nuk mirën pyetje, nuk pyeten ata, nuk pyeten për mëkatin, sepse dihe mëkatet e tyne. Sepse Allahu a din mëkatet e tyne, ma mirë se sa ata, dhe u a ka rujtër ato, sepse me laqet I njofin ata me shenjat e tyre, dhe nuk ka nevoja sa ata me I pyet. Kjo është kuptim tjetër. Nuk pyeten për mëkatet e tyre, pasi të futen në xhehenem kur kush më se vetë kur gjanë. Kuptim tjetër. Nuk pyeten për mëkatet e tyre, në kuptim e ke bote që të mëkat, e që I bie me pyet për me vërtetu, me pranu akuzën së në këtë dynja. Që e pyet gjykatë si të pandehurin atje, a është e vërtet se te ke bë këtë mëkat. Na herët nuk të pyet kush është e vërtet. Sepse e vërteta është e vërtet atë. Ajo del në pa një shesh. Dhe ti ata e sheh. Fillimisht kur e lexon librin e vet secili njeri. Para se më marrën pyetje. Nuk pyetet ai njeri, nuk pyeten sepse dëshmojnë gjymtyrët e tyre, që është kuptim tjetër. Në një fazë, në një kohë, në ditën e kiametit, kriminalët gojen se qelin. U mbyllën gojat e tyre dhe flasin gjymtyrët e tyre. Dëshmojnë gjymtyrët e tyre për ta se çfarë kanë bërë. Pra, ajeti mund të ketë disa kuptime, sepse ata kalojnë për faza të ndryshme. Njëra prej fazave nuk pyete për mëkatet e tyre. E pastaj vije koha dhe ata pyeten, por nuk pyeten a është e vërtet që e ke bë. Por pyeten këtë mëkat e ke bërë këtë ditë. A nuk e diti që është ndaluar? A nuk të ardhën pejgamberët? A nuk të regoj dikush për njerëzve se aje ka qenë ndaluar, se ka qenë haram? A nuk e pa të parasysh se kime dalë këtë ditë madhe të kiametit? A nuk ta kam tërhekur vrejqen Koran prej fillimi deri në fund, se mos e rrit menën, mos e çakrit për fjet. Mos bë krim, mos bë çat vjen dorësh, sepse kime dal para lat madhërisë Allahut, e tjerë e tjerë. E që të gjitha I pranon se s'ka nga t'ja mbaj. Pra, Allahu I madhruar po thot se ata nuk pyeten këtë fazë për përshkruan këto asnjëri për gjenahin e tij që e ka bërë. E që është një fazë prej fazave të ditës së kiametit. Dhe se cila fazë më e randë se sa tjetra, Allahu na ruajt. Pastaj I thot Allahu te bareke ve teala fe bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, e çfarë
mirësish, e të mira që begatish, të Zotit tuaj po i përgënjeshtroni o ju njerëz të gjën, sepse ata pyeten ditën e Kiametit, edhe ata dhe ata. Dhe kriminalet janë edhe për gjinve, edhe për njerëzve. Për dy llojën kriminal. Kriminal nuk quhen, nuk emërtohen hajvanate. Kriminal emërtohen këtu dy lloj krijesash. Një grup i njerëzve e që fatkeqësisht janë shumica e tyre dhe një grup i gjinve e që fatkeqësisht edhe ata janë shumica e tyre, Allahu na ruaj. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. Kriminalet, më herët thamë se ata nuk pyeten. Ky ajet ndërlidhet me atë që kemë më lart. Keqbërësit njihen me tiparet e tyre, me shenjat e tyre. Njihen me shenjat e tyre. Qysh? Thamë dhe më lartë, se në këtë dynja njerëzit mund të përzihen musliman dhe jo musliman. Madje shumë lehtë dhe shumë shpesh, sa të dush, vjen një kriminal, qafir i madh, i përbetuar, dhe shtihet se o musliman, dhe del saft parë, falet, edhe mësën me lezu Koran, edhe mësën me dhanë edhe dersë, mësën hadithe. Dhe njerëzit bojnë be që ajo borë i mirë, edhe është shumë i mirë, edhe shumë i devotshëm, edhe. Por të Zoti betë qafir, kriminal. Pra mund të na përzihen neve në këtë dynja. Mund të na për sahabëve kanë përzihen një pjesë munafikëve. Se kanë njoftur munafik të gjithë. Për ata i madhi e Allah, i ka të regu në për me Gjibrili pejgamberit alayhi salatu wassalam, se filani është munafik, e pejgamberi pas të ka thonë Hudhaifës, shëna e Hudhaife, filani munafik. Pas të për filani munafik, Hudhaife shëna e se filani munafik. Dhe Hudhaife ka bë listën e munafikave. Ama, veqa e ka ditë, s'u ka të regu të tjerve. Për ata Omer radiallahu anhu, një herë tha ja Hudhaife, për hir të Allahu të azza wa jall, e kam një kërkes, mos ma rafaza. A jam unë në listë të munafikave. Tha jo pasha Allahun, edhe mësë më pëtë mu, edhe kur kuj mund dënjatë si kalëzhe pësteje, dhe të më bëmbe sa dënë. Por në herë nuk shkon kështu. E që në kupta. Allahu i madhruar ka thënë për ditën e Kiametit, jo me të bjedhu vëgjuhun o të suadu vëgjuh. Atë ditë kur do të zbardhen fytyra, e të tjera do të nxihen. E që në kuptan se dalohen pe moment që dalin pe varret. Pe momentet që dalin prej varreve njerëzit në ditën e Kiametit, besimtarët të dalin me fytyra të ndriquara, të bardha, dhe krejt gjymtyr të trupit u bëjnë nuri dhe dritë, min atharin wudu prej gjurmeve të abdestit, që ka në hadith pejgamberit, hadithe pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, të që janë të shumëta. Për ata kur është pyetur pejgamberi sallallahu aleyhi Rasulullah, e qysh na njeh neve të imetin tënë, qysh na njeh në ditë Kiametit, sa milete është atje la ilaha illallah. Ka thonë pa marak. Se të gjithë ju njeh atje në përmjet gjurmeve të abdestit. La ilaha illallah, boj nuri dhe dritë, pa marak. Ta anëve ju njeh atje. E ata që s'marrin abdest. Ta shëkondër të asajnë, po na njef ka në përmjet gjurmeve të abdesit. Po mirë ata që nuk marrin abdest, se kanë këto shaja. A menojnë të vllaznit tonë që nesër do të shpresojnë, me jo pak, por do të këshin japë që ka kanë këtë dynja, veç me kanë një doke dhe ty në shenjat,
e abdestit. Por s'ka marrë abdest ai. Nuk ka marrë abdest. La ilaha illallah. Shef, dobi e abdestit. Abdesti merret për namaz. Kështu vije pastaj dobia e namazit. Vepra më e madhe. Më e shajt, më e shtrejt. Më e dobishme, më e rëndësishme. Për besimtaren, namazin, me abdest e me krejt, që himra në namaz. Elhamdulillah që Allah në ka bo për i tyne. Allah në ruajt këtë namaz, ja Rabbi. Allah në ruajt namazin deri të epëm shpirtin. Ja Rabbi, Allah mës në lashtë, asë një namaz me hu. Ja Rabbi. Pra në ditën e kiametit, prej momentet që dalim prej varreve njerëzit, për jo besimtartë, Allah këtu për përshkruan tash. Ata nifen. Nifen sepse që kanë thonë seleft, ftyrat i kanë të zeza, ndërsa syt i kanë të kaltërt. Të mave. Për frikës të mave. Për të mirë të mave, syt i bëhen mave. La ilaha illallah, me nëzyrë të kaltërt syt. Rrethi i synit. Për të mirë të mave, për frikës të mave, për tutës të mave që përjetojnë, apo që e shijojnë, apo që e ndjejnë në ditën e kiametit. Edhe sytë të zverdhen për frikës. Njeriu në këtë dynja, po që se friksohet shumë, e vëren se fytyra ati ndryshon shumë, krejt ndryshon. Krejt ndryshon. Dhe ata që e njofin, thënë kë, se kur mos me kanë ai që kemi njoft. Atë shumë gjurëm lën frigat e njeriu. Në këtë dynja, para ahiretit. Po në botën tjetër, çfarë frikë ka? Pavarësisht. Ata njifen me shenjat e tyre. Allah po thotë, yu'rafu al-mujrimuna bisimahum. Kriminalet, keqbërësit, jo besimtarët. Kështu për qonë Allah, mujrimun, kriminal, bukfalisht të bije. Fjallë, mujrim, në gjuhën arabe, cilin dush fjallor qëtë, shkun barazime, kriminal. E tani, kune e thuti kriminal, ajo është e jotja. Se dikur, kriminal ka qenë ajë që jo falë. Me thonë zotin ja, kriminal. Me thonë zotin ja, la ilaha illallah, ja konsiderua kriminal, sepse ke bo krim, sepse ke bo vepër penale. Edhe se tillë, mund të gëshdohesh, mund të ekzekutohesh. Po, këto ka ndodhur gjatë historisë njerëzimit. Andaj, kriminal, se cili e ka të farë definicioni për këfizimin e vetë. Allahu i quan pa besimtarët kriminal, me të gjitha llojet e tyre. Yu'rafu al-mujrimun, njifen kriminalet, bisimahum, me shenjat e tyre, me simptomet e tyre, me alametet e tyre, ndukje. Fayu'khadhu bin-nawasi wal-aqdam, e ata kapen, an-nawasi është pjesa e ballit, balluka për para flakt, wal-aqdam dhe për këmbë. E që është për qëllim, me laqet të cilat i sjell i madhi Allah ditën e gjykimit, për t'i marrë xhehenem lit qëta kriminal, keqbërës, e për t'i quë midis xhehenemi, ato me laqe nuk kanë nevoj me pyet, as kanë dynja nuk e pyetin cili ke filani, cila ke dosja tina. S'ka diçka të tillë. Sepse Allah po thot këta njifen me shenjat e tyre. Këta njifen me laqet e njofin. Fjala është për me laqet e njofin ata që janë për xhehenem. E njofin, që është thamë që kanë thonë ulemat e selefve, në përmjet ngjyrave të zeza, zë, dhe sy të bën të kaltërt
e madhe për të merret e frikës të madhe. Dhe i kapin për balluke, balluke ke pjesa këto flak. Për flaksh, ama pjesën për parme. Dhe për kam. E që shka për flak e për kam? Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu thot, kapët për flak kiton, dhe i kthehet për mas, dhe i qohet, i kryt silët të kam poshtë. Abdullah ibn Abbas e thot, e ke pa në thupër kërë kap rëp, e mledh qëto të fëtë zjarëm, qash të thejet cëp e bojnë i është natë. Edhe tërhiqe zhag, e qojnë në gjehnem. La ilaha illallah. Kata dhe disa lema tjerë të selefve kanë thanë, merret për kry dhe lidhet me zinxhir, jo ju bashku kryt me kam të këndej, por kryt me kam nga shpina. Njërë që me shiu vujtjen më shumaj, dhe është zhagazi tërhiqet në gjehnem. E disa ulemat e selefve kanë thanë, kur kapen për balluke, për balë tërhiqen zhag me ftyrë. Tërhiqen zhag me ftyrë. E milaqet e gjehnemit, e zëban jenë gjigandët më dha. E Allah i madhruar u a ka hjekur rahmetin për zemrave të tyne. Ato rahmet nuk kanë. Madje ka për ulemave të selefve, të cilët kanë thanë, sa tu me laqe, pej që i ka kryu Allahun në atë forëm, të pashpirt, pa rahmet, vrashta. Dhe çdo ditë, dejt vijet dita me i dënu zëllëmqartë, veç a i shtohet, ma shumë vrashdësia e tyne. Veç a bënë dhe ma tegë dhe ma të vrashta. Kështu që atë nuk më shirojnë. I tërhiqen i zhagras. Pra kapën për ballin, dhe tërhiqen për ftyrë zhag, drejt gjene. Por kur i kapën për kam, hera tjera, i tërhiqen me kokë, zhag, për mas, e drejt në gjene. Dhe s'pysin ato. Ose në komen, që tha me herët, i lidhen me zinxhir, kokën edhe kamt, edhe tërhiqen zhagën gjene. Se do që tjetë, të najnë këto vujtje, forma të vujtjeve që i përjetojnë ata në ditën e kiametit, ende pa futur në gjehnem. Dhe cëlla do për tyne qoftë të vërtet, e që ka mundësi të gjithën të vërteta, se cëlla me aranë se sa tjetra. Sepse më mëshirë ndaj tyne nuk ka. Por ka drejtësi. E kjo është drejtësia ndaj tyne. E që është vujtja për hershme në gjehnem. O është tërhekur vrejtja. Jo një herë, 1.000.000 herë. Dhe kanë pasër këtë Koran me vetë ata. Qoftë kanë dëgjuar, qoftë kanë lexuar, qoftë është për cilur, por janë tallur. Janë tallur. Kanë bëjgara me të, le të bojnë, për vetë kanë. Febi eja laje rabbikuma të këdhiban, e qëfar mirësisht Zotit tuaj, përgënjështrëni ju, o ju njerëz e gjenë, pra sërshë përsërit Allahu, që po atë rejtë vrejtjen, e po a përshkruan atë ditë randë, e të mërshme për ju muslimanët, Allahu në ruaj. Hadhihi gjehennemu leti ju këdhibu bihal më gjerimu. Kur lidhen ata, me pranga, apo kur kapen për balluke, në vasja pjesën për parë, për flok, dhe për kam, u thuhet atyne, ose u thuhet pasit futën gjehnem. Qka u thuhet? Ja, kjo është gjehnemi, të cilin e mahanin që ta keqbërës kriminelli jo besimtar. Pra, si shtat Ibn Kathiri, Allah e pas më shiruar, në koment të këti ajeti, o thuhet këtyre jo besimtarve. Jo e mohuat gjehnemen sa ishët këtë dynja? Po, sa herë është thanë juve se gjehnemi është hak.
dhe se xhehenami është i ndezur, dhe se dita e gjykimit llogaria është hak. Jo, e keni mohuar. Tash, a jeni të e pa me sy? Apo e besoni? Apo hala vazhdoni ta mohoni? Kjo thuhet në formë nënçmuar se, për buzë se. Pra, apo e beson tash sa e vërtet, që të kemi thonë ne, ka qenë e vërtet, se xhehenami është hak. Dhe ata sigurisht se besojnë, por nuk kanë qatë përgjigje. E pastaj Allah i madhruar tregon për një lloj të dënimit që përjetojnë ata, në fakt për dy lloje apo një formë dënimit, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Sillen ata, qohen, sillen mes zjarrit të xhehenamit, zjarr, dhe mes ujit të vluar në kulminacion. Heratje e heratje. Tani këtu kanë dhënë disa komente ulemat. Disa prej tyre kanë thonë se me laqet i qojnë. Me aushijue lloj dënimesh. Zjarr, pasem ju hedh ujtë val, të cilin i cili uj është vluar që kur o kriju xhehenami. Dhe ka vazhdu me u vlu peja asaj kohe, derisa të vije koha këta me shiju atë ujtë val. E të cilin kur e pin atë ujtë val të vluar, ua copton zorë dhe komplet organet e mbrëmshme, ua shkrin pe temperaturës e lartë. E thuhet dhe mund tjetë kuptimi që ka cek Allahu i yestaghithu yugathu bima'in kel muhli yashfil wujuh, kur ata pej zjarmit, pej flakës të madhe, buqeve të mëdha, e kap etja e madhe. E etja dhe uria janë lloje të veçanta të dënimit për xhehenamlit në xhehenam. Etja dhe uria, dhe këtë kemi cek më shumë se njëherë. Imagjinën atë vuqje pa përshkruar, e në të merë të madhë, ata i ka plën etja, ata i ka plën uria, dhe lipin me pi, dhe u jipet kë ujë i vluar. I cili as pak nuk është me letë se sa dënimi i zjarrit atje. Pra, atje vuajtje, të vuajtje. Allahu në ruajt, fe bi eje ala i rabbikuma të këdhiban, e për qëfar mirësish të zotit tuaj, për gënjështrani, apo e mahani, o ju njerëz, o ju gjenë. Këtë që përshkruan i madhe zot, të bareke o ta'ala, po a përshkruan gjendjen e njerëzve, ta se ditët madhe të kiametit, dhe njerëzve keqbërës, jo besimtar në atë ditë, të madhe të vështirë, o, ju njerëz. O, ju njerëz, ditja kiametit është hak, gjeneti dhe xhehenami janë hak. E lyme i cili beson Zotin hak, e punon në punë të mira për atë ditë të madhe, e largohet prej punëve të këqija nga i të mërri madhe, me shpëtua ditë të madhe. Allahu në ruajt imanin në zemrat tona, e në forcoft, e në bëft të punojmë punë të gjenetit, e jo punë të xhehenamit, ja Rabbel Alamin, me kaq e përfundojmë për të vazhduar javën tjetër, inshallah ta'ala, me mirësi të begatit të mëdha të shumta që i ka përgatitur Allahu për banorët e xhenetit, e që ato janë të ëmbla. Allahu na bëft me i shiju ato të mira, ja Rabbel Alamin, dhe dera atëherë, wallahu alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdike wa rasulike Muhammad, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.